You see, I'm a social democrat. Ja, e shihni? Pra jam social-demokrate. Faleminderit që po na jepni fjalën. Unë jam Andrej nga Reuters. Pyetja e parë për kryeministrin Fredriksson. Ju folët për rëndësinë për të rritur trysninë ndaj Rusisë edhe me anën e sanksioneve, por në mënyrë realiste, a mund të bëjmë më shumë Bashkimi Evropian se sa thjesht sanksione ndaj Rusisë pa mbështetjen e SBA-s, dhe a shihni ndonjë shenjë që Presidenti Donald Trump në fakt është i gatshëm që ta bëjë këtë gjë? Kryeministër Rama, ju sapo përmendët faktin që sapo keni rifituar zgjedhjet, folët edhe për vlerat e Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu edhe demokracinë, por Bashkimi Evropian në fakt kur foli për Shqipërinë ishte në fakt goxha kritike, foli në fakt për faktin që fusha e lojës nuk ishte e barabartë, foli edhe për faktin që pavarësia e medias vazhdon të jetë problematike, dhe nuk e di nëse jeni dakord me këto citime dhe çfarë do të bëni ju dhe qeveria juaj për të trajtuar këto çështje ndërkohë që kërkoni të bëheni shtet antar i Bashkimit Evropian. Atë filloj unë? Po. Sa u përket sanksioneve, unë mendoj që deri më tash SBA-ja ka qenë shumë e qartë që ajo që i kërkojnë Rusisë është që të bëjnë të njëjtën gjë që po bën edhe Ukraina në tryezë, që të pranojë, të respektojë dhe të gëzojnë pra një armpushim prej 30 ditësh. Ne kemi parë sinjale nga presidenti Trump që SBA-ja është e gatshme që të vendosë më shumë sanksione në tryezë në rast se Rusia nuk është e gatshme që të arrijë marrëveshje. Dhe deri më tash Rusia nuk ka qenë e gatshme ta bëjë këtë gjë. Shpresoj që kjo gjë do të ndryshojë shumë shpejt, por në rast se jo, unë shpresoj që të gjithë aleatët, edhe partnerët nga jugu global, sigurisht në veçanti SBA-ja me të cilën ne punojmë nga afër sa u përket sanksioneve, që ne të gjithë jemi të gatshëm të bëjmë më shumë. Unë do të sugjeroja që ne të shikojmë drejt sistemit bankar, pra sy t'i hedhim drejt sistemit bankar, energjisë, naftës, por edhe flotës hije. Faleminderit. I must say that Më duhet të them what you quoted is që ajo çfarë cituat it's about few sentences janë of a much pak longer and fjali comprehensive statement. të një deklarate shumë më të gjatë e gjithëpërfshirëse që praktikisht përshëndeti zgjedhjet shqiptare. Dhe ju është referuar akuzave që lidhen me raportin paraprak dhe raportet paraprake hartohen që të kontrollohen mëtej e që të ballafaqohen me prova. Kështu që do të thoja që në këtë drejtim zgjedhjet shqiptare janë shprehja e vullnetit të popullit shqiptar 100%, jo 99%. Për pjesën tjetër, çfarëdo që është e nevojshme të përmirësohet, do të duhet të trajtohet s'ka pak dyshim. Këtë kemi bërë zgjedhje pas zgjedhjesh dhe kështu e kemi përmirësuar procesin ton zgjedhor, i cili nuk është ende si në Danimark, por që është shumë më i mirë se që ishte dhe është në pajtim me standardet e OSBE ODIHR-it në lidhje me zgjedhjet e lira e të ndershme. Ndokush tjetër nga të ftuarit? Po?